Përzgjedhësi kombëtarës së Kosovës Franco Foda ka zgjedhur 23 futbollistët që do të jenë në protokoll për ndeshjen ndaj Zvicrës. Dardanët janë pritës të helvetikëve në takimin e fundit të grupit B, i cili zhvillohet në stadiumin Fadil Vokri sot në orën 20:45. Ekipi i Fodës ka mundësi kualifikimi nëse fiton me rezultat të thellë 6-0, por kjo gjë duket e pamundur së paku në letër. Kështu, trajneri gjerman ka vendosur t'i ruajë disa futbollistë që rrezikojnë të ndëshkohen me karton të verdhë dhe të mungojnë në ndeshjet e play-offit. Sipas përditësimit të fundit nga faqja zyrtare e UEFA-s, dy lojtarët titullar si Leon Avdullahu dhe Albian Hajdari nuk janë në listën e ndeshjes ndaj Zvicrës dhe arsyeja e vetme është që rrezikojnë të mungojnë nëse marrin edhe një karton. Në vend të këtyre dy lojtarëve në listë janë rikthyer Lindone Mërllahu dhe Baton Zabërgja, të cilët nuk ishin në ndeshjen ndaj Slovenisë. Përveç Avdullahu dhe Hajdarit, edhe tre të tjerë nuk janë pjesë e listës. Faton Maloku ja lë vendin Arjanet Muriçit, të rikthyer nga suspendimi, teksa Lart Sadriu dhe Meriton Korenica mbesin në tribunë edhe për këtë ndeshje. Mesfushori Granit Xhaka thotë se nuk dëshiron të kujtohet në histori për keq, pra duke nënkuptuar një fitore të mundshme të Kosovës me rezultatin 6-0 ndaj Zvicrës për të kualifikuar direkt në Kupën e Botës. Zvicra me një këmbë është në Kupën e Botës, pasi siç dihet Dardanët duhet të fitojnë me rezultatin 6-0 në Prishtinë për të rrëzuar nga pozita e parë. Xhaka për mediat zvicerane ka qenë i qartë se nuk dëshirojnë që një gjë e tillë të ndodhë. Në futboll kemi parë shumë gjëra, por nuk duam të bëjmë historinë. Duhet ta mposhtësh Zvicrën 6-0 fillimisht. Nëse Kosova e menaxhon këtë, atëherë është faji ynë, deklaroi ai, raporton gazeta e madhe Blik. Xhaka ndër të tjera edhe ka konfirmuar se Kupa e Botës 2026 do të jetë e fundit për të me fanellën helvetike. Me shumë qas është Kupa e Botës e fundit dhe disa lojtarëve të tjerë gjithashtu, edhe nëse është ka të bëjë vetëm që të shtym lojtarët e rinj nga jashtë me eksperiencë. Gjatë ndeshjes Zvicër-Suedi ishte një rast i diskutueshëm ku lojtarët suedez u zemëruan me gjyqtarin shkak i penalltisë akorduar. Suedia e bëri një gabim serioz. Ndonjëherë është më mirë të fokusohesh në atë se çfarë të bësh më mirë ti sesa të ankohesh për gjyqtarët, ishte përgjigjja mesfushorit shqiptar. Xhaka tani do të udhëtojë së bashku me ekipin e Zvicrës për në Prishtinë, ku të martën do të zhvillojnë përballjen me Kosovën.